الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Atij mbështetemi dhe vetëm tek ai e shpresojmë shpëtimin, nga se vetëm tek ai e kemi kthimin. Salavatet, përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, javën e kaluar kemi filluar të trajtojmë sipas përshkrimit kuranor që Zoti ja bën ngjarjes së Hendekut, respektivisht betejës së Hendekut, e cila do të zhvillohej apo planifikohej që të zhvillohej në afërsi të Medinës nga aleanca e krijuar e iniciuar nga disa qifut, të cilët e shkelen besën që e kishin me Muhamedin alayhi salatu wassalam, të cilët u organizuan arab e qifut me gjitha fiset që arritën t'i bindin kundër pejgamberit ton dashur alayhi salatu wassalam, si dhe besimtarëve musliman. Kemi treguar gjithashtu para se të rrethohej pra ky vend, para se të fillonte betejë e Hendekut, se si disa prej kalorësve arritën që ta kalojnë Hendekun, të cilin besimtarët musliman me vështirësi të shumta e hapën. Dhe kemi treguar se si pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i motivonte sahabët e tij, të cilët ishin në një gjendje shumë të rënduar, edhe për nga aspekti i urisë, edhe për nga aspekti i mungesës së pajisjeve luftarake, por edhe nga aspekti klimatik, sepse nuk ishte edhe klimë e përshtatshme nga se ishte shumë ftohtë. Dhe ajo me cilën e kemi përfunduar javën e kaluar ligjëratën ka qenë dy luftimi që është zhvilluar mes Aliut radhiyallahu anhu dhe kalorësit të mirë njohur të asaj kohe, apo kalorësit më të famshëm dhe më të trim të asaj kohe, siç njihej Amir bin Wud el-Amiri, të cilin arriti Aliu radhiyallahu anhu me ndihmën e Allahut të Madhërisht që ta vriste. Dhe ky dy luftim rezultoi në një moral të fuqishëm për besimtarët musliman, të cilët ishin në vështirësi të shumta, por edhe numerikisht ishin shumë më pak se sa mushrikët e Mekës dhe alatët e tyre, sepse ata ishin 10.000 ushtarë, ndërkaq muslimanët ishin vetëm 3.000 prej tyre. Kjo fitore Aliut i dha një moral luftarak besimtarëve, e para se gjithash e gëzoi shumë pejgamberin ton dashur sallallahu alaihi wasallam, sepse kur i dëgjoi tekbirat e kuptoi menjëherë se Aliu e kishte fituar këtë dy luftim, sepse gjendja nuk ishte edhe e mirë, për arsye se Allahu kishte urdhëruar erën që të frynte shumë në ato momente, edhe ishte trazuar pluhur i madh saqë nuk shihej edhe kush kë e ka para vetes. Prandaj edhe ishte vështirë që ta dallonin se kush e fitoi këtë dy luftim, por me të brohuritur me tekbire sahabët që ishin më afër ngjarjes, u kuptua se Aliu e kishte fituar këtë dy luftim. Tani ka ndodhur disa ngjarje gjatë rrethimit të Medinës, konkretisht gjatë rrethimit të Hendekut që muslimanët e kishin hapur rreth Medinës. Fillimisht pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam, duke qëndruar për disa ditë me radhë në Hendek, kërkoi nga sahabët që ishin prezent që dikush prej tyre të shkonte dhe të merrte informacione se çfarë po ndodh nga pala e kundërt, nga armiqt. Dhe kur ju tha kush prej jush, ela rajulun yatina bi khabarin ja'alahu Allahu ma'i yawm al-qiyamah. Tha ka një burr këtu që shkon dhe na sill lajme nga ana e kundërt, pra nga armiqt tan, e Allahu ta bëj atë shoqërues me mua në ditën e gjykimit. Dhe këtë po e transmeton vetë protagonisti kryesor i ngjarjes, që ishte Hudhaifa ibn al-Yaman, sekretari i pejgamberit ton dashur sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha askush prej sahabëve nuk foli asgjë, por askush nuk u ngrit. Dhe këtë thirrje e përsëriti 3 herë radhazi. A ka një burr që shkon tek pala tjetër, tek armiqt tan, e inspekton gjendjen, na sjell informacione, e Allahu do t'ja mundsoj atij shoqërimin me mua në ditën e gjykimit. Askush ta nuk fliste, gjithë heshtën, për arsye se mbretëronte një frikë e madhe,
por në anën tjetër ishte edhe uri e skajshme, por ishte edhe shumë ftohtë. Moti ishte shumë i ftohtë. Dhe pas 3 herë radhazi, tha mu drejtua mua konkretisht, dhe në mënyrë të drejt për drejt, pejgamberi Allahu dhe më tha, kum ja Hudhaifa, qohu o Hudhaifa, shko edhe më sill informacione nga armiqtë tanë. Mirë po, mos i trazo ata kundër nesh. Në kuptimin që mos u zbulo, mos të marrin vesh se kush je e për çka ke shku, se pastaj ata të vrasin ty. E ti je i dërguari im, pra i deleguari im, dhe njëherë ti je shoku im, pra je i rëndësishëm për mua, sepse Hudhaifa ibn al-Yaman ka qenë shumë i rëndësishëm për pejgamberin Allahut alayhi salatu wassalam, të gjitha top sekretet që është dashur që t'i fshehte pejgamberi i Zotit dhe t'i ruante tek dikush, atë e ka bërë tek Hudhaifa ibn al-Yaman. Kështu edhe veproi. Tha, me qenë se mu drejtua në mënyrë të drejt për drejt, nuk kisha zgjidhje vetëm se t'i përgjigjesha në thirrje pejgamberit dashur sallallahu alaihi wasallam. Kur fillova tha të ec, gjithë atë ftohtë që e ndjeja tha, mu shndruan në ngrohtësi. Pra sikur të ecja në banje, siç ka në hadith hammam. Tha, sikur të ecja në banje, e banje zakonisht është e ngrohtë, tha, asisoj u ndjeva në ato momente. Dhe kjo padyshim është për shkak të begatisë së përgjigjes së tij në urdhrin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Pra ishte një keramet për të sahabit nderuar me bekimin e Allahut madhërisëm. Shkova tha, edhe u futa në brendin e tyre. E pash Ebu Sufjanin, prijesi i mushrikëve të Mekës. Teksa po e ngrohte shpinën e tij në një zjarr që e kishte ndezur, sepse ishte shumë ftohtë. E mora tha në shenjë, e vendosa shigjetën në harkun tim tha, edhe desha ta godisja. Por më kujtuan fjalët e pejgamberit tonë dashur, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili tha, kurse si mos i trazo ata, pra mos u zbulo. Tha edhe e tërhoqa, nuk e gjuajta. Po ta gjuaja do ta vrisja. Pra aq afër e ka pas, edhe shenjën aq të qartë e ka pas. Atëherë tha, Ebu Sufjani u tha të gjithëve atyre që ishin prezent, se cili prej jush sigurohu në mirë se kë e keni afër. Dhe me ta dëgjuar këtë fjalë, tha, unë i pari reagova edhe i thash atij që kisha afër, kush je ti? Për mos mu zbulu ky, para se me pyet ai që ishte afër ti, se kush je ti? Ky pastaj më u detyru me tregu se unë jam Hudhaifa ibn al-Yaman. Atëherë tha, kush je ti? Ai i tregoi, tha, fulan ibn fulan, në hadith nuk përmendet se kush ka qenë ai person prej mushrikëve të Mekës. Dhe kështu nuk u zbulua. Para se ta dërgonte pejgamberi i dashur, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e kishte porositur që informacionet në momentin që t'i grumbullonte, të vinte dhe t'i tregonte tek pejgamberi i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ashtu edhe ndodhi. I mori informacionet, e inspektoi gjendjen, e pa kush është edhe sa veta janë aty, kush po i drejtonte edhe me çfarë strategjie po përgatiteshin që të luftonin, edhe u kthye edhe i dha informacion. Tha, në momentin që ja dërzova emanetit, i tregova se çfarë po ngjante atje, tha, automatikisht mu kthy ftohja që e kisha para se mu nis. Sa që tha, u ftoha, fillova të dridhesha nga ethet e shumta, e pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam tha, me mantelin të cilin e falte zakonisht namazin e tij, tha, më mbuloi derisa më zuri xhumi, deri në mëngjesin e hershëm, tha, fjeta xhum. E në mëngjesin e hershëm më zgjoi vet ai sallallahu alaihi wasallam duke më thënë, kum ya Nauman, zgjohu o xhumash. Tha, aq i lodhur isha, aq i ftohur isha, saqë nuk isha mundësi të zgjohesha vet. Pra më zgjoi pejgamberi i dashur alaihi salatu wasalam dhe në formë shakaje ka thënë, zgjohu o xhumash. Në anën tjetër, një prej fiseve më të njohura qifute në Medinë, që kanë qenë fisi Benu Quraidha, e prishin marrëveshjen me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. E një prej këtyre personave apo vepriesve të këtij fisi ka qenë Huyy bin Akhtab, ai që treguam javën e kaluar se ka shkuar dhe i ka bind mushrikët e Mekës, i ka bind edhe fisin nga Tafan, edhe shumë të tjerë, me dalë dhe me luftu në Hendek kundër muslimanëve për me i shfaros një herë mirë sipas tyre. Ndërkaq ai që e ka nënshkruar marrëveshjen prej këtij fisi ka qenë Ka'b bin Asad al-Quradhi. Ky është nënshkruesi i marrëveshjes. E tash
Hujej bin Akhtab, ky që e ka bërë tradhtin, fshehu razi, shkon edhe don me e bind të parin e fisit të Benu Quraidhas, edhe i thot, ne duhet të luftojmë kundër Muhamedit së bashku me mushrikët e Mekës, me fisin Ghatafan dhe disa të tjerë. Ai nuk ja hapte derën, se kishte dëgjuar që e ka bërë këtë marrëzi ky person. Më tha nuk ta hapi derën. Tha ma hap derën, apo friksohesh që ka me ta ngranë ushimin, e erdhi rënd për këtë fjalë, tha ja hapi derën. Kur ja hapi derën, ai tregoi tha ne duhet të luftojmë kundër Muhamedit, tani e kemi rastin. Tha unë nuk luftoj kundër sepse ne kemi bërë marrëveshje me Muhamedit dhe prej tij nuk kemi pa vetëm se mirësi dhe besnikëri. Nuk na ka tradhtuar në asnjë marrëveshje deri më sot. Tha jo, duhet gjithsesi na me luftu kundër Muhamedit edhe me u bashkangjit me mushrikët e Mekës dhe të tjerët. Edhe e bindi, arriti ta binte dhe kësaj e prishën marrëveshjen me Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, profisi Beni Quraidha. E marrëveshja ka qenë që muslimanët juve më siguri maksimale në Medinë, e ju me bë marrëveshje që kur nuk keni me luftu kundër muslimanëve. Çfarëdo armiku që të paraqitet, edhe dëshiron me i luftu muslimanët, ju nuk keni me bë aleancë me ata kundër muslimanëve. Por ata e prishën marrëveshjen. I erdhi lajmi nga Omeri radhiyallahu anhu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se fisi Benu Quraidha, fisi Qifut, e kishte prish marrëveshjen. Por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ka vepruar emocionalisht. Çka bën? I dërgon 4 sahabi të shquar, sikur se ka qenë Saad bin Muadh. Saad bin Muadh ka qenë sahabiu i nderuar që njëri ka qenë edhe lideri i fisit Eus, një fis për fiseve më të mëdha arabe që kanë jetuar në Medinë. Po në anën tjetër e ka dërguar edhe Saad bin Ubade, që ka qenë lideri udhëheqësi i fisit Khazraj, gjithashtu një fis i madh dhe i fuqishëm në Medinë. Para se me pranu Islamin, këto dy fise kanë qenë në hasmëri historike, shumë gjatë. Kanë pas vllavrasje mes vetet shumëta, por me ardhen e Islamit, me pranimin e Islamit nga ana tyre, ata janë bashku edhe janë vllazëru, edhe kur mos ka pas hasmëri mes tyre. Gjithashtu ja bashkangjet atyre dyve edhe Abdullah ibn Rawaha, sahabiun e nderuar, dhe gjithashtu edhe Khawat bin Jubair. Shkojnë ta tek fisi Benu Quraidha. Edhe i pyesin, a është e vërtet ky lajmi që po qarkullon se ju keni prish marrëveshje me pejgamberin ton dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Me kenari edhe me mburrje edhe me mendje madhsi, Saad bin Ka'b bin Asad al-Quradhi thot, ne kush është ai, na me bë marrëveshje me ta. Edhe thot, po, e kemi prish marrëveshjen dhe s'kemi punë me tëna. Atëre Saad bin Muadhi, sahabiu nderuar, i mallkon ata me gjuhë. Edhe ka qenë shumë i mprehtë në gjuhë, Saad bin Muadhi. Tërhiqen edhe shkojnë tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por Rasulullahu alaihi wasallam i ka porosit, nëse lajmi është i vërtetë se ata kanë prish marrëveshje, atëre më sinjalizoni, mos tregoni publikisht, por vetëm jepni shenjë, pra më pëshpërisni ngadalë në mënyrë që mos dëgjon masa, mos dëgjon besimtarët që kanë qenë hendek sepse gjendja nuk ka qenë e mirë dhe kjo ka pas mundësi pastaj me ndiku në vendosmërinë e tyre. Por nëse lajmi nuk është i vërtetë, Qifutët nuk kanë prish marrëveshje, atëherë e jani dhe më tregoni publikisht, le ta dëgjojnë gjithë aty që janë prezent, sepse kjo do të ndikojë në vendosmërinë e tyre për me qëndru stoik në hendek. Kur erdhën këta 4 sahabi, i sinjalizuan pejgamberit Zotit se ata kishin prish marrëveshje. Pra i treguan heshtje. Atëherë pejgamberi Allahut e tha këtë fjali: Allahu akbar, abshiru ya ma'shar al-muslimin. Allahu është më i madhi, përgëzim o besimtar. Abshiru bi fethillahi wa nasri. Përgëzim me shërimin e Allahut dhe me fitoren e tij. Pra përgëzoni, kjo marrëveshje që është prish nga ana e jehudëve është sinjal nga ana e Allahut madhërisëm se fitoria jonë është shumë afër. Sepse realisht është pastrim i radhave të muslimanëve. Po, në shikim të parë është humbje, por arsye se atyre tash ju shtua një armik i pa planifikuar, i pa paramenduar, që ka qenë fisi Benu Quraidha. Por për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe për besimtarët sinqert ka qenë shenjë nga ana e Zotit se Allahu po i ruan ata nga një sherr i pa planifikuar dhe i pa paramenduar.
dhe se po i përgëzon me fitoren e shpejt dhe të afërt. Pejgamberi jon i dashur, së bashku me sahabët e tij, burrat i kishin mbledh me shku në Hedek, ndërkaq gratë dhe fëmijët i kishin tubu në një vend, në një strehimore, dhe aty i kishin rrethu mirë, në mënyrë që nëse eventualisht ju ndodh diçka meshkujve, gratë dhe fëmijët me qenë më të sigurt, edhe me pas një lloj mundësie që ata mu vetë mbrojt. E vetmi burr që e kanë lënë aty ka qenë sahabiu i nderuar poeti Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ka qenë njeri i mrekullueshëm, por nuk ka qenë i luftës. Nuk i ka shku lufta. Lufta atij vetëm ka qenë gjuha, poezia, që ju ka dhënë moral Muhammed Mustafas alayhi salam dhe sahabëve. Por që këtë rast e kanë urdhëruar me qëndru me gratë dhe me fëmijë. Transmetimet tregojnë se vjen një çifut, për arsye se në momentin që prishet marrëveshja nga ana e fisit Banu Quraidha, ata fillojnë tash me u aktivizu kundër pejgamberit dashur sallallahu alaihi wasallam. Edhe vjen njëri prej tyre edhe e inspekton këtë strehimore apo këtë vend ku e kanë rrethuar musliman për mi mbrojt gratë dhe fëmijët. Edhe e kupton se aty ka vetëm gra dhe fëmijë. E aty kanë qenë halla e pejgamberit ton dashur sallallahu alaihi wasallam, Safia bintu Abdul Muttalib, edhe e cila ka qenë një trimneshe rrallë. Edhe i thot, o Hasan, shiko se dikush është të sjell këtu rreth nesh. E me sa po e shoh, është çifut, sepse në veshje janë ndalu. Muslimanët për jo muslimanëve janë ndalu. Veshjet e çifutëve kanë qenë të veçanta. Veshjet e muslimanëve kanë qenë të veçanta. Veshjet e mushrikëve kanë qenë të veçanta. Veshjet e krishterëve kanë qenë të veçanta. Do të me sa po e shoh, është çifut. Thot dile dhe vrite, se po e zbuloj se kush jemi, edhe pse jemi këtu, do t'i lajmëroj të tjerët dhe do t'vit na vrasin. Hasan i thot, oj Safije, ti e din që unë nuk jam për këtë punë. S'jam asi që dale e vraj dikon. Atëherë thot Safia vet, e mora një dru, si shtyll, një dru të madh, edhe i dola përpara çifutit edhe e vrava. I mshon në kokë edhe e lën në vend. Pastaj i thash Hasanit, o Hasan, e tash dil heke xhenazën, se është burr, se po të mos ishte burr, do ta hiqja vet. Por derisa është burr, shikoni çfarë turpi kanë pas gratë muslimane. Atëherë thot, mua nuk më takon me bëni gjë të tillë. Thot dil e hiqe ti. Thot hajtë se s'kemi nevojë me hek. Domethënë me rëndësi që e ke vrar. Me hek apo mos me hek nuk është shumë me rëndësi. Pastaj pejgamberi i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mendon çka më bë diçka, se ata janë bërë shumë numër, edhe janë shumë më të fuqishëm se sa musliman. Në anën tjetër muslimanët janë lodh hendek. Fillimisht janë lodh duke hap hendekun. Pastaj janë lodh nga uria, janë lodh nga moti i ftohtë. Në anën tjetër, era e madhe që po frynte e që fatmirësisht muslimanët i kaplonte shumë pak, por ju muslimanët i kaplonte fuqishëm, dhe kjo ka qenë për mrekullive të Allahut të madhërisëm, sikur se do ta shohim në vazhdim përmes ajeteve të surës El Ahzab. Edhe e vendos pejgamberi Allahut e planifikon, thot, mbase do të ishte mirë që të bëjmë marrëveshje me fisin Ghatafan që të tërhiqen ata. Po para se me marrë këtë vendim, i thret dy Saadat, Saad bin Muadhin edhe Saad bin Ubada, liderin e fisit Eus dhe liderin e fisit Khazraj. Edhe ju tregon për planin e tij. Thot, unë kam dëshirë, po planifikoj, po mendoj, që ta dërgoj dikë tek fisi Ghatafan, fisi i fuqishëm arab, edhe t'u japim atyre 1/3 e të lashtave të Medinës, si kompenzim për zbrapsje. Ne u japim 1/3 e të lashtave tona, ju mos merrni pjesë në këtë luftë, kthehuni ka keni ardhur, vetëm që ata mu dobësu, pra mushrikët e Mekës, për arsye se ushtarët e fisit Ghatafan ka qenë më të fuqishmit prej jo muslimanëve që kanë marrë pjesë në Hendek. Atëherë Saad bin Muadhi i thot kësaj pejgamberit të dashur sallallahu alaihi wasallam. Thot, ja Rasulullah, amran tuhibbuhu fatasna'uhu, a është çështje që ti po dëshiron vetëm e bë? Am shay'an amaraka Allahu bihi? La budda lana min al-amali bihi. Apo është diçka që Allahu të ka urdhëruar, është shpallje nga ana e Zotit, e ti duhet detyrimisht me apliku. Am shay'an tasna'uhu lana, apo është diçka që ti po dëshiron me bë për të mirën tonë. Thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, bel shay'un asna'uhu lakum. Jo, është diçka që un po du me bë për m'ia lecu juve gjendjen.
Wallahi ma asna'u dhalika illa li'anni ra'aytu al-araba rammatkum an qawsin wahidatin wajtama'u alaykum min kulli janib. Thot wallahi nuk po e bëj këtë vetëm se kur I pash arabët se si ishin grumbulluar gjithë, ishin bë bashk, dhe të gjithë po sulmonin kundrejt nesh, atëherë tha, mendova, fa aradtu an ukessira ankum shawkatahum. Desha tua zbehja, tua theja atyre fuqinë e madhe që e kishin. Pra, duke I zbrapsur fisin nga Tafan, mendova dhe besova që ata do të zbrapseshin edhe do të dobësoheshin. Atëherë Saadi tha, ja Rasulallah, qad kunna nahnu wa haula'i al-qawm 'ala ash-shirki billahi wa 'ibadati al-awthan wa hum la yatma'una an ya'kulu minha thamaratan illa quran aw bay'an. Thot ja Rasulallah, edhe ne, edhe ata, duke aludun mushrikët e Mekës, kemi qenë njerëz që I kemi adhuru idhujt. Edhe nuk kemi ushqy vetëm se prej asaj që na është dhënë dhurat, apo e kemi fitu me tregti. E fehina akraman Allahu bil islami wa hadana ilayhi wa a'azzana bika wa bihi tu'tihim amwalana, a pasi që Allahu na ka nderu, na ka udhëzuar rrugën e Tij drejt, na ka beku neve me Ty, por edhe me Të, si Zot, ne t'u japim atyre pasuritë tona, wallahi ma lana bihadha min haja, pasha Allahun s'kemi nevojë me voli gjatë tillë. Wallahi la nu'tihim illa sayf hatta yahkum Allahu baynana wa baynahum. Nuk do t'u japim atyre përpos shpatës, derisa Allahu të gjykojë mes nesh dhe mes tyre. Wa hakadha lam yahsul hadha sulh, dhe kësaj pra nuk u bë marrëveshja që u planifikuar të bëhej. Kjo tregon se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam çdo herë I ka marrë këshillat e sahabëve që I kanë konsideruar si sahabë largpamës. Dhe kësaj e ka marrë vendimin që mos më u bë kjo marrëveshje. Ndonë se vetëm se është shkruar marrëveshja, por nuk është nënshtruar. Pra çdo gjë e ka shkruar pejgamberi Allahut përmes atij shkruesit të tij, ka mbetë vetëm me nënshkruar, me vendos vulën e tij, edhe me bë këtë marrëveshje me fisin nga Tafan, por një gjë e tillë nuk ndodhi. Allahu I madhrishëm po e tregon tash gjendjen e besimtarve dhe gjendjen e munafikëve që kanë qenë në radhat e tyre në ditën e Hendekut. Dhe ajetet që flasin për gjendjen e tyre, shumica janë në surën Al-Ahzab, konkretisht në surën që ka zbrit për ditën e Hendekut apo të betejës së Hendekut. Allahu thot kësaj: Ja ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha. O ju besimtar, por kujtoni mirësinë e Allahut ndaj jush, kur juve u erdhën ushtarët jo musliman, pra për mushrikët e Mekës dhe alatëve tyre. Fa arsalna alayhim rihan, ndërkësh ne u dërguam atyre një erë të fortë, një stuhi të madhe. Transmetimet tregojnë se aq e fortë ka qenë kjo stuhi, saqë asnjë zjarr nuk ju qëndronte gjatë mushrikëve të Mekës, gjitha çadrat shkuleshin nga vendi për shkak të stuhisë madhe. Edhe tenxherët nuk qëndronin mbi vendet e tyre, pararrokulliseshin enet e tyre, s'kishin mundësi me pas stabilitet. Dhe Allah po tregon se kjo ka qenë ndihmë nga ana e Zotit për muslimanët në Hendek. Wa junudan lam tarawha, dhe ju kemi dërguar ushtarë që ju nuk I keni pa. Komentuesit e Kuranit tregojnë se fjala është për disa melek që Allahu I ka dërguar për me mbjell frikë në zemrat e jo muslimanëve. Aq shumë frikë kanë pas në zemra, ndonse kanë qenë 10.000 prej tyre, edhe kanë qenë të mobilizuar deri në dham, edhe kanë qenë të fuqishëm, edhe kanë qenë të mllëfosur për me marrë hak. Megjithatë Allahu ja u ka mbjell në zemrat e tyre një frikë kundër muslimanëve dhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, ndërkaq Allahu e shihte çdo gjë që ju vepronit. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Kur ata ju vërsuleshin juve nga lart e nga poshtë, wa idh zaghat al-absar, ndërkaq juve ju rokulliseshin shikimet, wa balaghat al-qulub al-hanajir, edhe zemrat tuaja I arritën nga bxherët tuaja, pra nga frika e madhe që mbretëronte në ato momente. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dhe filluat që të mendonit, sajonit mendime për Allahun të ndryshme. Disa dietarë thonë kanë filluar me mendu, pra ka pas për besimtarët që kanë filluar me mendu që nuk do t'ju vi fitoria.
Jo nga mosbindja, po nga gjendja e rënduar. Disa tjerë thonë se fjala është që ata e kanë ditë që ka marrë fitoria, por kanë filluar me mendu që nuk po na vika fitoria pa pasoja. Pas kemi me të kalu pasoja të rënda. Sido që tjetë, ajeti tregon se kanë filluar me mendu gjana, me sa ju mendime që Allahu vetëm se po i tregon. Pra, kash thellësisht Zoti po e përshkruan gjendjen e besimtarëve në luftën e Hendekut. Hunalike ibtuliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Atje në advent thot Allahu, u sprovuan besimtarët dhe u tronditën me tronditje të madhe. Pra ishte sprovë shumë e madhe për ta. Gjithashtu Allahu tregon se çfarë thonin munafikët. Pra, në njërin anë po shkruajti Zoti gjendjen e besimtarëve të sinqertë. Në anën tjetër tash po e përshkruan gjendjen e munafikëve që gjithashtu kanë qenë pjesëmarrës në Hendek. Idh yaqulu al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Kur munafikët thonin, pra e shfrytëzonin momentin e skamjes madhe, të lodhjes madhe dhe të urisë së madhe dhe filluan të flisnin kundër muslimanëve dhe thonin se nuk ndodhi ajo që ju premtoi Allahu dhe Rasulullahu. Nga se pejgamberi Allahut ju kishte premtu gjatë hapjes së Hendekut se ata do të fitonin. Madje kishte shku deri në atë nivel të motivimit dhe të inkurajimit sa që u tha po i shoh kështjellat apo pallatet e Shamit, pallatet e Yemenit dhe pallatet e Persisë, që po çliroheshin nga ne, pra ne do të bëhemi fuqi botnore. Pra donin të mbillnin dyshime në zemrat e besimtarëve. E kishte pra atyre që ranë prej e këtyre spekulimeve. Prandaj Allahu thot: "Walladhina fi qulubi marad." Edhe ata që në zemrat e tyre kishin smundje, pra nuk ishin zemrat e pastërta krejtësisht. Nuk ishin munafik, por nuk i kishin zemrat e pastërta krejtësisht. Dhe nuk ishte premtimi Allahu dhe i Rasulullah vetëm se mashtrim. Kështu thonin ata. E personi që u printe këtyre spekulimeve ishte Mu'attib ibn Qushayr. Ky person ishte shumë i ligë, ku shkonte mbillte dyshime. Vetëm e vetëm që me izbraps pjesëmarrësit në Hendek edhe me u kthy në vendet e tyre mos me marr pjesë me ta. Pastaj Allahu tregon se një grup tjetër munafikësh thonin kësaj: "Wa idh qalat ta'ifatu minhum ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u." Një grup tjetër munafikësh thonin: "O banorët e Medinës", që aso kohë kishte emrin Yathrib, "Ya ahla Yathrib." Pastaj pejgamberi Allahu fillimisht e ka quajtur Tayyiba edhe Tabe, këtë më vonë pastaj është quajtur Medinë. O banorët e Yathribit, ju nuk keni qëndres, andaj kthehuni në për shtëpitë tuaja. Linë këtë betejë, esni se s'keni mundësi ju me fitu. A nuk po e shihni që ata janë shumë më të fuqishëm se na, a nuk po e shihni se s'kemi as çka me ngrona, as çka me pi, dhe premtimi nuk po realizohet. E Allahu vazhdon të tregon se si ata pastaj gjetën arsyetime për më u largu prej fushbetejës. Wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'awra wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara. E disa prej tyre kërkonin leje nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe thonin inna buyutana 'awra, se shtëpitë tona janë të pambrojtura. Na lejo të shkojmë tek shtëpitë tona sepse shtëpitë tona janë të pambrojtura ja Rasulullah. Wa ma hiya bi'awra. Allahu po thot, dhe ato nuk është e vërtetë që nuk ishin të pambrojtura. I yuriduna illa firara, ata nuk dëshirojnë me këtë vetëm se ikjen nga lufta. Pastaj Allahu tregon kategoritë e këtyre munafikëve që ishin Hendek. E para për tyre ishin ata të cilët Allahu i përshkruan kësaj: "Walau dukhilat alehim min aqtariha thumma su'ilu al-fitnata la'atawha wama talabbathu biha illa yasira." Edhe sikur atyre t'u jepte mundësia që të futeshin nga të gjitha anët e vendbanimit tyre. Pra është fjala në Medinë. Thumma su'ilu al-fitnata. E pastaj t'ju kërkoi atyre tradhtia. Pra sikur të ktheheshin në shtëpitë e tyre dhe të vinin jo muslimanët, mushrikët e Mekës, bashku me alatet e tyre. Dhe t'ju kërkonin atyre tradhtin. Hadi ju bashkangjituni me ne kundër muslimanëve, la'atawha wama talabbathu biha illa yasira. Ata do ta pranonin tradhtin dhe nuk do ta vononin fara, pra do të ishin gatshëm që ta bënin këtë tradhtim menjëherë. Ndërkaq thot, janë edhe disa munafik që ishin pengues. Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna. Allahu i di mirë
munafiqët pengues, të cilët i pengonin të tjerët për të luftuar, për të marrë pjesë në Bedër, në Hendek, dhe ata që kanë marrë pjesë i pengonin me luftu. Mos çoni dorë, ju mos luftoni, le të luftojnë ata. Ju rrini mbrapa, mos luftonin. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilayna, edhe ata që thonin e ani me ne. Wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila, edhe nëse detyroheshin të luftonin, s'kishin asnjë zgjidhje vetëm se me luftu, thotë nuk luftonin vetëm se pak. Pra nuk mundoheshin vetëm se pak për me luftu. Pastaj Allahu tregon e thotë shihatan aleikum, gjithë këtë ata e bënin nga kooperacia e tyre shpirtërore kundër jush. Pra atyre nuk u vinte mirë për asnjë sukses tuaj. Ata nuk dëshironin që t'ju shihnin mirë juve. Fa idha jaa al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut. E kur erdhi frika, i ke pa ata se si u silleshin syt, u rrokulliseshin syt, sikur atij që i bie të fikt në agoni të vdekjes. Pra kur njeriu është në agoni të vdekjes dhe heri vije vetdia, heri vetdia se si i rrotullon syt, thotë kështu i ke pa ata kur u erdhi frika atyre. Pra kur erdhi u ballafaqu me armikun në mënyrë të drejtë për drejtë. Fa idha dhahaba al-khawfu, e kur largohet frika, pra kur mbaron lufta, salaqukum bi alsinatin hidad. Ata vinë edhe me gjuhët e tyre të mprehta juve, ju kërkojnë pastaj plaçk të luftës. Kur u kërkojnë me luftu, gjejnë arsye përmes me luftu. E Allahu thotë, kur të mbaron lufta, ata të parë kanë me qenë që kanë me lyp favore për plaçkave të luftës. Se kinë sa ata kanë qenë meritor, se kinë sa ata kanë qenë pjesëmarrës në luftë kështu me radhë. Shihatan 'ala al-khair. Kjo është nga kooperacia e tyre në mirësi. Ulaika lam yu'minu, të këtillat nuk kanë besuar. Fa ahbata Allahu a'malahum, Allahu u ka shkatruar, u ka asgjësuar atyre veprat e tyre. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira, e padyshim se kjo për Allahun është diçka e lehtë. Por pas saj Allahu tregon se këta munafik nuk kanë mujt me besu që kufart, jo besimtarët, kanë me humbë këtë betejë. Kanë qenë mëse të bindur që ata kanë me fitu kundër muslimanëve. Dhe Allahu këtë e përshkruan kësaj. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu. Ata mendojnë se grupet e jo muslimanëve, grupet e kufarëve nuk kanë shku, nuk kanë humbë. Wa in ya'ti al-ahzabu yawadduna law annahum baduna fi al-a'rab. E sikur të ktheheshin sërish, pra jo muslimanët, për të luftuar muslimanët, ata do të dëshironin që të ishin beduin në mesin e arabëve në shkretin, vetëm e vetëm mos me marrë pjesë në luftë. Yes'aluna an anba'ikum, dhe të pyesnin për gjendjen tuaj, për ata se çfarë u ka ndodhur juve prej larg, jo prej afër, po prej shkretirës. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila, por edhe sikur të ishin mesin tuaj, edhe sikur të arrinte pra të lufta ata nuk do të luftonin vetëm se shumë pak. Për arsye se ata janë munafik. Pastaj Allahu ju drejtohet besimtarëve të sinqertë, ju drejtohet muslimanëve, i inkurajon Allahu, edhe i përgëzon në një farforme me modelin më të mirë të njerëzimit që është Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Allahu thot, o besimtar, o musliman, për juve shëmbëtyra më e mirë është në personalitetin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Pra mos i dëgjoni të tjerët, mos i pasoni të tjerët, se si du të me duru, se çka du të me vepru, se çka du të me ndërmarë. Krej këto i gjeni në atë çfarë thot edhe vepron Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është më e mira për ju, për arsye se është shëmbëtyra më e mirë që ndonjëherë ka ekzistuar. E dyta, për arsye se pasimi Muhammed Mustafas, pasimi i shëmbëtyrës së tij alayhi salatu wassalam, ka të bëjë me besimin në Allahun e Madhërisëm dhe në besimin në ditën e gjykimit. Prandaj thot Allahu, liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Kjo është për ata që e besojnë Allahun për Zot, edhe ditën e gjykimit për realitet pamohshëm, edhe krahas këtij besimi ata e përmendin Allahun shumë, sepse kjo është një cilësi e besimtarëve të sinqertë. Kur muslimanët e panë që jo muslimanët po tërhiqeshin, po zbrapseshin, edhe këta po arrinin atë që është premtuar atyre, me bindje të thellë edhe me sinqeritetin më të madh, e falenderojnë Allahun për këtë mirësi. Allahu tregon e thotë: "Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab", kur besimtarët i panë, pra aleatët për jo muslimanëve, në momentin që i kanë pa, sepse kanë qenë shumë numër, ata
me njëherë e kanë ndje ngrohtësinë edhe ëmbëlsinë e imanit. E kanë kuptuar se me të vërtetë kjo që ju ka premtuar Allahu po realizohet. Qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij, dhe Allahu dhe i dërguari i tij e kanë thënë të vërtetën. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dhe kjo nuk u ashtoi atyre vetëm se imanin edhe dorëzimin në nështrimin ndaj Allahut të Madhërisëm. Dhe padyshim se ata një gjë të tillë kishin pa edhe në ditën e Bedrit, kur Allahu i Madhërisëm i inkurajoi sahabët pjesëmarrës në Bedër, dhe përmes ajetit që e kemi treguar më herët, ku thot Allahu i Madhërisëm dhe tregon për popujt para jush, të cilat janë sprovuar shumë me betejë të shumta, me armiqt të tmerrshëm, por ata nuk janë zbraps, nuk janë plagështu, e nuk fitohet xheneti vetëm se me sprova të rënda. Dhe Allahu thot: "Em hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." A keni menduar ju që xheneti fitohet lehtë? A keni menduar ju që xheneti fitohet pa u sprovu? A keni harruar se para jush ka pas popull e pejgamberë të cilët janë sprovuar aq rënd, sa që ka pas edhe pejgamberëve që i kanë thonë Allahut: "Meta nasrullah", kur do të vijë fitoria e Rab, se është bërë shumë për neve, gjendja është bërë shumë e rënduar për neve. Ne kemi filluar me u likështu edhe me u plagështu. Ala inna nasrallahi qarib, Allahu është përgjigj duke thënë padyshim se fitoria e Allahut është shumë afër. Pra shikoni se çfarë fuqie të imanit kanë pas sahabët e nderuar. Nuk ka qenë lehtë, një ndër betejat më të vështira që janë ballafaqur muslimanët me të ka qenë betejë e Hendekut. Fillimisht sa janë lodhur me i hap Hendeqet. Pastaj me ditë të tëra ka vazhduar ky proces. Ka transmetime që deri një muaj ditë kanë prit. E paramendoni sa pak kanë pas ushqim. E çfarë urije i ka kapluar ata, e çfarë lodhje, sa janë smu prej tyne. Çfarë vështirësi i kanë përfshi ata, edhe nuk janë ndërzuar. Në momentin që i kanë pa kufart, jo musliman, ashtu që ka përshkruar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam me wahi, me shpallje nga Allahut, ka thënë: "Hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu." Kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari i tij, e padyshim se Allahu dhe i dërguari i tij e thonë të vërtetën. Shikoni, domethënë në plagështinë më të madhe ata kanë gjetë përgëzim, kanë gjetë ngushëllim. Për dallim për disave sot, pra në lodhjen më të madhe, në kulminacionin e sprovës, ne ndoshta dorëzohemi. Aty duhet me fillu fuqia jonë reale. E nuk ka sprovë më të madhe se sa lufta. Lufta është sprovë shumë e madhe. E sheh armikun përballë, sidomos kur armiku është shumë i fuqishëm. Edhe sheh që është mobilizuar maksimalisht që ty me të çfaros, jo vetëm ty, por komplet familjen tënde, me gra, me fëmijë, me të asgjësu krejtësisht. Edhe ti në ato momente me thonë: "Kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe Rasulullah." Kjo është iman. S'ka këtu dunjallahu s'ka vend zemrat e tyne. Prandaj Allahu ju ka dhënë aq sukses të madh, saqë ju ka thënë edhe mrekulli, sikurse erën që u ka thënë jo muslimanëve, edhe si kanë leju me pas stabilitet në fushë betejë. Pastaj melekët e Allahut që kanë mbjell frikë në zemrat e jo muslimanëve, e shumë mirësi tjera rrethanore që Allahu i ka begatuar me to. Pastaj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur një strategji të mrekullueshme. Ka dashur me i dobësu edhe më tepër jo muslimanët që kanë dashur me zhvillu betejën e Hendekut. Ka ardhur një person që quhet Nuaim bin Mas'ud bin Amir. Ky person ka qenë nga fisi Ghatafan, nga armiqt që kanë ardhur me i luftu muslimanët. Por që ky gjatë betejës e ka pranuar Islamin. Kur i ka pa mrekullitë e Allahut që po ndodhin, ka thonë: "Wallahi, këtu nuk ka vetëm se e vërtetë e Zotit, s'ka mundësi kjo, këtu ka diçka." Edhe i ka pranuar Islamin, mi po fshehur azi, si ka treguar askujt. Edhe pejgamberi Allahut duke qëndruar në vendin e tij apo në strehimorën e tij aty në Hendek, mes akshamit dhe yatsis ka qenë duke u fal. Ky e ka prit derisa ka kryer namazin. Pasi që ka kryer namazin, pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: "O i dërguari i Zotit, unë e kam pranuar Islamin. Edhe më urdhëro me çfarë dush ti, unë kam të shërbëj ty." Pejgamberi i Zotit e kupton që ky ka qenë i sinqert në Islamin e tij, edhe i thot: "Inna ma anta rajulun wahidun min Ghatafan." Thot: "Ti je një prej burrave të Ghatafanit. Falau kharajta fakhadhalta anna
in istata'ta kana ahabbu ilayna min baqa'ika ma'ana fakhruj fa inna al-harba khuda'ah. Thot, në qoftë se ti qëndron me neve, nuk mund të na bësh dobi të madhe. Por nëse ke mundësi, shko e ktheu tek fisi yt atje, shko vendosu atje, e lufta është mashtrim. I ka thonë, ja Rasulullah, a më lejon me fol unë çka du? Thot, po, çka ta merr mendja ty që është më mirë me fole. Pra përdore si një metodë, sepse lufta nuk kërkon sinqeritet. Sinqeriteti në luftë është naivitet. Thot, përdore mashtrimin, sepse është një prej situatave që lejohet rëna dhe mashtrimi. Atëherë shkon ky sahabi i nderuar, edhe ju futet mes atyre. Çka bën? Shkon tek fisi Beni Qurayza. E ky ka pas një shoqëri shumë të thellë edhe të ngushtë me fisin Beni Qurayza. Kanë pas marrëveshje edhe kanë pas shumë bashkëpunime mes vete. Por ka qenë shumë i besueshëm tek çifutët. Edhe i thot çifutëve: ju e dini se kush jam unë. Edhe e dini që unë ju du shumë. Por edhe e dini që kur prej fjalës si kom dalë. Thot, po, na nuk kemi as pak dyshim. Çifutët i thonë, ne nuk kemi as pak dyshim ty. Thot, ju ketë në rregull që keni bë aleancë me mushrikët e Mekës, edhe po doni me luftu Muhamedin. Thot, a keni harruar që ky është vendi juaj? A keni harruar që nëse ata e humbi luftën, ju ku keni mu kthy? Ata kthehen në Mekë. Po ju ku keni mu kthy? Në Medinë. E Medinën kush e udhëheq? E udhëheq Muhamedi. Kështu që thot, me mgumu, ju prap vazhdoni luftoni, ama kërkoni garancë prej mushrikëve të Mekës. Çka me kërku? Kërkoni prej tyre pengje garantuese prej personave më të zgjedhur, prej atyre që kanë qenë eshraf, apo kanë qenë, domethënë, njerëz të afirmuar të shoqërisë së Mekës. Në anën tjetër ka shku tek mushrikët e Mekës, edhe ka shku i ka thonë Ebu Sufjanit: o Ebu Sufjan, unë sapo erdha prej fisit Beni Qurayza, edhe e kuptova që ata i kishin ra pishman, pse i kanë prish marrëveshjen me Muhamedin, edhe po dojnë me përmirësu edhe me ndresh marrëveshjen me Muhamedin. E për me bë këto, kanë ju kërku juve burra si hipotek, më thoni za, si garancë, se me të vërtet e keni sinqerisht edhe keni me luftu deri në fund dhe s'keni milona ata keq. Ebu Sufjani thot, a kështu është puna? Thot, po, kështu është puna. Të njëjtën gjë shkon edhe tek fisi vet, fisi Gatafani thot, o burra, ju e dini që unë jam prej jush, ju jeni të mit, unë jam i juj. Thot, kështu po ndodh. Çifut po bëjnë kështu, mushrikët e Mekës po bëjnë kështu. Atëre Ebu Sufjani, për me vërtetu këto, i merr disa, e në fakt e dërgon Ikrime ibn Abi Jahl, djalin e Ebu Jehlit, që asë kohë ka qenë ende pa e pranuar Islamin. Edhe kur shkojnë te fisi Beni Qurayza, i thonë: nesër kemi marrë pjesë në luftë. Nesër po e fillojmë aksionin kundër muslimanëve. E kjo ka qenë nata e ditës shtunë. E çifut ditën e shtunë e kanë të shenjtë. Edhe këta kanë thonë, jo, na nesër s'marrim pjesë në luftë, sepse është ditë e shtunë, e natë shtunën nuk luftojmë. Po nëse jeni të sinqert ju e Ebu Sufjan, na jepni ju neve disa burra të shquar të shoqërisë juaj, si garancë për neve, e na pastaj pas shtunës marrim pjesë në aksion. Atëherë Ebu Sufjani i thotë, e pas ka thonë të vërtetën, ai personi që ka ardhur e që ka pas emrin Nuaim bin Mesud. Në anën tjetër, çifut thonë, e pas ka thonë vërtetën Nuaimi, se çysh ka thonë ai po del. Edhe prishet marrëveshje. Ebu Sufjani thotë, për këtij momenti na s'kemi marrëveshje. E fut Muhammed Mustafa konfliktin sallallahu alaihi wasallam mes tyre, edhe i shpartaron rradhat e tyre. Kur ndodh kjo, atëherë Ebu Sufjani e kupton që nuk e kanë fuqinë që e kanë pas më herët. Edhe kthehet tek ushtarët e tij, edhe ju thot, rastin po e dëshmon Hudhaifa ibn Yaman. Këto po tregon Hudhaifja që e tregon fillim të ngjarjes. Se është një hadith tjetër që e tregon pak më detajisht. Edhe po tregon Hudhaifja, po thot, erdhe Ebu Sufjani, edhe ju tha ushtarëve të vet: neve na tradhtun çifutët. E prishin marrëveshjen mes nesh. Kjo erë e madhe që na ka plu, s'po na lë rahat, jo vetëm neve, as zjarrin e as tenxherët në flak. Jemi lodh, jemi raskapit që sa ditë. Dhe unë nuk po shoh fitore në gjendjen që jemi. Kështu që unë po kthehem dhe me mua kthehuni edhe ju. Edhe i hip devës vet, edhe niset kthehet për Mekë. Kur e shohin që lideri tyne po kthehet, atëherë
ja nisin edhe kthehen, edhe kësaj Allahu i Madhërisëm e parandalon betejën e Hendekut me u zhvillu sipas asaj që e kanë planifikuar jo musliman. Ndonë se ka pas aty këtu luftime të shkurta, po për shkak të Hendekut s'kan pas mundësi si ushtri komplete me e kalu Hendekun edhe me pas qasje direkte edhe masive ndaj muslimanëve. Ata që kanë tentuar me e kalu Hendekun, me njëherë muslimanët i kanë vrarë dhe i kanë asgjësu, e disa prej tyre i kanë zënë. Sipas një transmetimi, e gjithë kjo ka ndodhur për 20 ditë me radhë, një transmetim tjetër thotë për 24 ditë, e një transmetim thotë për 1 muaj rresht. E gjithë kjo ngjarje që është përshkruar nga ana e Allahut Madhërisëm dhe nga ana e haditheve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam tregon se si Allahu i plotfuqishëm është me besimtarët, saqë kur i ka pa pejgamberi jon i dashur se si jo muslimanët po ktheheshin edhe e humbën këtë betejë, atëherë ka thonë duan e mirënjohur e cila njihet për gjithë dietarët dhe hoxhallarët që kanë studiuar e që është madhështore, ku thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa Allahu wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda fala shay'a ba'da. Thot nuk ka zot që meriton të adhurohet përpos Allahut një, i cili e vërtetoi apo e realizoi premtimin e tij ndaj robit të tij, e nderoi dhe e madhështoi robin e tij, i shkatroi armiqtë e robit të tij, pra aleatët që erdhën në Hendek, dhe pas kësaj më nuk do të kenë fuqi. Dhe kësaj i ka ndodhur, pejgamberi Allahut ju ka thënë lan taghzuhum quraishun ba'da amikum hadha walakinnakum taghzunahum. Prej këtij momenti më kur ata s'kan më qenë në ofanzivë ndaj nesh. Prej këtij momenti ne do të jemi në ofanzivë ndaj tyre. Edhe është mos e vërtet kjo, kur më mushrikët e Mekës nuk kanë pas mundësi me nis një luftë kundër muslimanëve. Prej pas Hendekut, gjitha luftat i kanë nisë me muslimanët, edhe i kanë fitu gjitha ato me ndihmën e Allahut të Madhërisëm. Kaq sa i përket përshkrimit të kësaj ngjarje, normalisht pika të shkurta, dhe kaq sa i përket mësimeve që nxirren nga kjo ngjarje madhështore, do të flasim javën e ardhshme inshallah taala.